Nëse dikush provon të qaset me një herë Kur'anit dhe të fillon të ketë dhe të provon të ketë një raport me Kur'anin, pa u për kujdes për besimin dhe imanin e tij, kjo qasje nuk do të jetë produktive. Këtë kanë vërtetuar dhe shokët e pejgamberit alayhis salam. Nga se ata janë për ne janë yrneku dhe shembulli më i mirë që ne duhet t'i kemi shëmbulltyr. Domethënë, nga se ata si rezultat i edukimit që kanë arrit me kalu në përduart e Muhamedit alayhis salam si një pedagog dhe edukues, edukator i vërtet, ata historia dëshmon se janë një gjenerat dhe janë një brez që kanë arrit kulmin e edukimit më të përsosur që prej ardhes së Kuranit deri në kohën tonë njohim ndonjë gjenerat. Po flasim gjithmonë në kuptimin e përgjithshëm dhe në kuptimin kolektiv, nuk po flasim për emrat përveçëm. Prandaj sahabët kanë thënë utina al-imana qabla al-Quran. Neve paraprakisht apo fillimisht neve për ne janë kujdesur që ne të edukohemi në raport me besimin, me imanin. Pastaj kur kemi arrit një grad të edukimit në raport me besimin, e kemi njoft Zotin ton. Pastaj njohja e Zotit është pasuruar edhe me shumë argumente, fakte dhe dëshmi, të cilat argumente dhe dëshmi dhe fakte e kanë rrit dhe e kanë bërë të fuqishme bindjen e robit ka shik kësaj njohje ndaj Zotit. Atëherë thotë ju kemi qasur Kur'anit. Atëherë ka ardhur Kur'ani i cili e ka ushqy dhe e ka kultivu edhe më shumë imanin. Prandaj arsyeja e parë që ne nuk duhet ta gabojmë në procesin ton të këtij edukimi, të kësaj përpjekje me gjithë Kur'anin, është që paraprakisht duhet t'i qasemi imanit, të kujdesemi për anën e besimit, e më pas t'i kthehemi Kur'anit, e pastaj kjo ka me e plotsu. Nëse i qasemi Kur'anit pa besim, pa iman, atëherë a mund ndodhe kundërta ashtu? A mund ndikoj keq Kur'ani në këtë rast, leximi i Kur'anit? Jo, nuk mund të ndodhë keq. Mirë, po për neve po na intereson që Kur'ani të jetë produktiv dhe Kur'ani të jetë me peshë në jetën tonë. Atëherë njerëzit dëgjoj marrëmend. Leximi i Kur'anit nuk është sikurse leximi i cili do libër të rëndomt. Ne po dojmë që ky Kur'an, ne po kërkojmë dhe ne po provojmë me gjithë Kur'anin në jetën tonë. Ne po provojmë që ky Kur'an të na prek fuqishëm në brendin tonë. Ky Kur'an ta prek ndërgjegjen tonë. Ky Kur'an ndërgjegja nëpërmjet volumit dhe zërit të saj të manifeston dhe të flet mësimet e Kur'anit. Prandaj domethënë fillimisht kërkohet imani, bindja, besimi, njohja ndaj Allahut te baraka ve taala, pastaj ti qasemi Kur'anit dhe kjo vetëm ka me zbukuru dhe ka me pasuru. Në të kundërtën dobit dhe efekti i Kur'anit do të jetë izbeh,